Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala man wala, wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yawmiddin. Falëndrimi takon Allahut Azza wa Jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberit Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë me pjesën e 13 shenjave të Kiametit, zbritja e Isait alayhis salam. Në hadithin e Abu Hurairës, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibn Maryam hakaman muqsitan fayaksiru as-saliba wa yaqtula al-khinzir wa yada'u al-jizyata wa yafidu al-malu hatta la yaqbaluhu ahad." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Abu Huraira, do të vi pasha ata i cili ka në dorë shpirtin tim, gati sa nuk ka zbritur ose të shumë shpejt do të zbresi. Në mesin tuaj Isai biri Merjemës si prizë e gjykatës që do të gjykojë me drejtësi, do të thyej kryqin, do të vrasë darrët dhe do të vendosë taksën gjizjen dhe do të shtohet ai shumë pasuria dhe begatia sa që askush nuk do ta pranojë atë, pra do të jepet njerëzve nga paraja dhe mirësia nga bollaku që ka dhe njerëzit nuk e pranojnë se kanë pra me bollak. Dhe në shtesën i transmetimi tjetër, hatta takunu sajdatu wahidatu khayran min ad-dunya wa ma fiha, sa që një sejdë e vetme por ju duhet të jetë më e mirë se dynjaja dhe çka në të. Thumma yaqulu Abu Huraira, dhe pas thot Abu Huraira, Zoti qoftë i kënaqur për ti, iqra'u in shi'tum, nëse dëshironi lexoni fjalën e Zotit pranë surën Nisa, wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawma al-qiyamati yakunu alayhi shahida. Dhe ka prepasuesve të librave të hershëm që qifutëve krishterëve ahlul kitabi që do të besojnë në të para vdekjes, para se vdesin do të besojnë. Wa yawma al-qiyamati yakunu alayhim shahida, ditën e Kiametit ai do të jetë dëshmues për ta, do dëshmoj për ta. Dhe në transmetimin tjetër, fa kayfa antum idha nazala ibn Maryam fiikum wa imamukum minkum, si do të jetë puna juaj kur të zbresi Isa i biri Merjemës dhe prisi juaj do të jetë imami për vetë jush, pra Imam Mehdi, Zoti qoftë i kënaqur me të. Në hadithin tjetër an Mujamma bin Jariyah al-Ansari قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. Në hadithin e Mujamma bin Jariyah al-Ansari thot, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili thot, do ta vrasi Isa i biri Merjemës Dejjalin babu Ludin në fillim të Luddit. Pra hadithi është i saktë. Kurse në hadithin tjetër transmeton Abu Huraira an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal laysa baini wa bainahu nabiyyun, nuk ka mes me dhe ti pejgamber tjetër, pra pas nesh nuk ka më pejgamber tjetër pas Isait alayhis salam dhe pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu nazilun fa idha ra'aytumuhu fa'rifuhu rajulun marbu'un ila al-humrati wal-bayad. Dhe ai do të zbresi dhe kur të vi, unë po ja njoftoj se kush është, pra pamjen e tij. Ai është një njeri mesatar, i kuq në fytyrë me të bardhë, ose si i themi ne, i njeri i bardhë me tipare të kuqe në fytyrë ose faqe kuq. Baina al-mumarrasatayn, me rroba në ngjyrë të verdhë, pak a shumë. Ka'anna ra'su yaqtur, dhe nga flokët e tij duket sikur bie ujë, pra duket sikur i ka njoma. Walam yasibhu balalun, kurse në vërtet nuk i ka flokët e njoma. Fa yuqatilu an-nas hatta ala al-islam, do të luftojë njerëzit që të besojnë në Islamin. Fa yaduqu as-salib, do të rrëzojë pra kryqin. Wa yaqtulu al-khinzir, do të vrasë dërn. Wa yada'u al-jizya, do të vendosi taksën. Wa yuhliku Allahu bihi fi zamani al-milal kullaha ila al-islam, dhe do t'i thyej dhe do t'i nënshtron atij të gjithë popujt përveç Islamit dhe muslimanëve. Wa yuhliku al-masih ad-dajjal, do të shkatrojë Mesihu Dejjalin. Fa yamkuthu fil ardi 40 sana, do të qëndrojë në tokë pra Isa alayhis salam 40 vjet, thumma yutawaffa wa yusalli alayhi al-muslimun, më pas do të vdesi dhe atij do t'ia falen xhenazën muslimanët. Pra këto hadithe
tregojnë për zbritjen dhe ardhjen e Isait alayhi salatu wasalam, dhe siç tha më herët, do zbretin në xhamin me minaren e bardhë në Damask, pra atje pastaj ai do të luftojë, do të nisë për të luftuar Mesihu Dejjalin me besimtarët e tij. Elusim Allahun subhanahu wa taala të i falë gjunat dhe gabimet, na ruaj nga sprovat dhe na bëj prej atyre që i bindën Zotit dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i besojnë atij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.